vëllezër shqiptar, është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë. Një artikull nga Mojkom Zeqo për gazetën Dita rrëfen historinë interesante të William Morton Fullerton, një gazetar dhe publicist amerikan që luajti një rol të rëndësishëm në botimin e kujtimeve të Ismail Qemalit. Sipas tij, procesi i përpilimit të librit ishte i vështirë dhe shpesh i ndërprerë për shkak të gjendjes së rënduar personale dhe politike, në të cilën ndodhej Qemali në vitet e fundit të jetës. Fillimisht, kujtimet e Ismail Qemalit u regjistruan në anglisht nga një tjetër amerikan, Somer Will Story, i cili qëndroi pranë times viteve 1917-1918, duke mbledhur biseda dhe reflektimet e plakut të pavarësisë. Fullerton mori përsipër detyrën e redaktimit, sistemimit dhe përgatitjes së librit për botim. Ai tregon se Qemali ishte i përpir nga intrigat në Shqipëri dhe nga problemet personale shpesh torturuese, gjë që e bënte të vështirë vijueshmëri në punë. Shpesh puna ndërpritej pa pritur dhe vazhdonte më vonë me mundësinë e parë. Megjithatë, përkushtimi Fullerton dhe Story bëri që kjo vepër të mos humbiste. Ai e përshkruan punën si një proces të lodhshëm ku duhej të rikthente vazhdimisht shënimet, të sistemonte ngjarjet dhe të rindërtonte mendimet e Qemalit, që her pas here i rrëfente me qartësi e hernën peshën e lodhjes dhe dhimbjes. Sidoqoftë, ai besonte fort se kjo vepër duhej të botohej, sepse përfaqësonte një dëshmi të rrallë të jetës, vizionit dhe sakrificave të Ismail Qemalit.